Vazhdojmë bashkë kështu me pjesën e dytë të emisionit Era Ver, e që po shpresoj që sa do pak përmes intervistës po ardh pjesës parë kemi sjellë kështu një energji të mirë, e po ashtu kështu me kombëtarit po vazhdojna. E kemi edhe një mysafir e dytë që është Lendita Selimi, e dashur, faleminderit shumë që je me mua sonte. Faleminderit juve Auror për ftesën, edhe po besoj që kena me majtë që të energjinë e mirë, po vazhdojmë. Po vazhdojmë me energjinë e mirë. Si gjithmonë vjen me energji të mirë, duke u dukur bukur, komplimente. Faleminderit shumë, edhe ti po duke shumë mirë, faleminderit shumë. Faleminderit. Të ka rënë me pushu, e ke pas një sezon kështu gjatë ngarkume, në fakt po flasim për verën, po ju s'pe di sa e shihoni verën me këto angazhimet gjatë gjithë kohës. Jo, nuk e shijojnë verën. Pushimet i krymë ka fillimi, do me thonë. Edhe ka fundi. Ka fundi, të shofim. Nuk po di qa me thonë ka fundi, mirë po ma shumë ka fillimi. Verën Aurora jo, sepse na e dijet krejt që kemi punën matë madhe, kemi gjatë verës, korrekt gosht, që nuk na len hapsin për diçka tjetër, për pushime, për me shiju verën. Po thua ke mujt me pushu, jo edhe shumë, mirë po tash jemi ka fundi sezonës, mirë po kemi najdasëm ato këtu që prapë edhe pse nuk i kemi çdo natë si kur atë mesin e sezonës, prapë do të mërujt klima, edhe një dasëm qoftë, për qa dasëm e ki obligim me urujt se tash edhe temperaturat shumë të larta, edhe është e pa mundshme pa pas klim ato kurren, ose edhe kur po ullëtan. Mante i zoni kështu? Po, mas ne i krejt të nam dikon drejt për zdrejtin fëtë në za edhe kam përgjithsi për ata edhe ka njëherë edhe po e dëroj zhegun e madhë, po ma shumë po rrim mrenda mbanis, mirë po e kisha obligimar për juve në të ishta si gjithmonë për intervjis, për juve për shikuesit gjithashtu. Faleminderit shumë e vlerësojmë. Si është kështu në përmbledhje sezona? Shumë e mirë, Aurora, nuk muj me thonë kjo dasëm ishte me mirë, ose kjo definitivisht faleminderit Zotit, ka shku gjithë shka mirë, shëndetin e kemi pas, po edhe dasëmat kam përfundu, ashtu qësh unë kam pas dëshirë, edhe dasmort qësh e kam prit, në ashta dikush ka thonë hala dhe ma mirë se që kam prit. Gjatë që për mu është një sukses dhe një përmbyllje shumë e mirë, nëse muj me thonë e vitit për dasma, sepse kemi tasha, jo kështot gjdo natë, mirë, po kemi na i dasëm ato këto, mirë, po e ka fjallë për një sezon që i kemi gjitha dyqysh sesi për njëherë. Të pas parasysh që i kështu shumë kohë është bo që i e prezent të dasmav, që ka ndryshu kështu? E shenë jo verë pas vere? Ndryshojnë dasma për bunë të sama moderne, ose? Ndryshojnë disa gjana, nështë ta mundet mi një dasmat kështu këtu, mirë, po nuk ndodha ndryshimi muj me thonë që nuk ka dalim prej sezonës të kalume. Mirë po ndodhë ndashta në 3 vite që ndodhë një ndryshim, beki pak që muj me vrejt. Ndërsa ka dasma që dasmori vete bën organizimin edhe mund me ka na ndryshim ato këto, mirë po nuk muj me thonë që ka ndryshu krejt dasmat ose krejt sezonat e ka o bën një ndryshim që ti mund është me vrejt. Mirë po, kjo mundet me ndodhë kjo ndryshimi që muj me vrejt gjithë, mund me ndodhë pak në 3-4 vite. Ndërsa për sezona, po tashi, nuk po di qa me thonë Aurora. Qka është diçka që e kërkojnë më shumë se? Gjithqysh, ka ndryshu për shemull këngë të hyrjes, të qiftit, tash që është më 2-3 vitet e fundit, qiftet përbojnë edhe hyrjen e dytë, kupton që po japin rësi edhe hyrjes dytë sa dhe hyrjes të parë. Gjithherë duhet me qenë një këngë që ata i karakterizon edhe ju mbetet ajo këngë për gjithmonë si kënga e tyre. Kjo muj me thonë ka qenë ajo që ka qenë në ka ra mas shumë ti me po si ndryshem. Të tjera ndoshta edhe për momentin si jom të më kujtu, po nuk janë që muj me ra ndoshta asyr shumë. E kur jemi kështu të këngë, cilat janë këngë që mësë shumë ti këtë sezon le theme qiftet e kanë kërku për me hy? Janë këngë të leta, janë disa instrumentale, është një valle me bilbil, më ka ra shumë si vjetë me marë atë këngë edhe pe di shumë mirë që vjetë nuk më kujtojtë që ka qenë. është kënga një Zmje Pagarushes, ose Valja që shkon është edhe ajo shumë prezente. Edhe është prezente që tash e sa vite. Po, në hyrjet e qiftit, edhe këngë, balada që pa tjetër mrena tekstit ka këngë që i ka tekstin perfekt, që i përshtatet gjithqysh qiftit ri ati momenti edhe dasmës. Okej, si asha me hynë dasëm, kështë me fillu dasmën qifti me balad? Si do kështë? është e mirë, sepse ai moment është i qiftit, do me thonë është momenti
ma i rëndësishëm i krejt dasmës është hyrja e qiftit. Edhe unë mendoj që këto këngët e leta po e bojnë që njerëzit me pa ma shumë. Me pa ma shumë edhe qifti ri mu relaksu pak edhe me bat valsin që e bojnë, me fishek zjarë, me gjithë shka qysh do qoftë që ata e kanë organizu. Zakonisht e bojnë një kongë hyrjen, përshka se bojnë atë defileun, edhe nuk mjafton një kongë, edhe në mes nej me valsin që e zgjedhen edhe kongën e dytë. Për mu është me mirë kjo, se po thëmë është momenti i qiftit edhe ki kohë dyqysh me pa qiftin, që ajo është, krejt vëmendja me qenë të qifti. Ndërsa me qenë me kongë ma, që shtemi na ma, kongë ma argëtuse, kongë që me tupana, ose nështë ma shumë shkon vëmendja të muzika, se sa të ajo pjesa e qiftit. Po ju pësë në fakt të e pas parasysh që janë kritiku kështu, ka gja shumë në rjetët sociale, qiftet që kanë hyj me baljat, ndoshta tekstit nuk ka qenë shumë për bashkim të zemra, po ndoshta kanë qenë tekst pak më... Nuk e ti, Aurora, jo shumë të përshtatshëm. Okej, si e shek kështu? Dëgja, as një qef nuk hynë pa mi dërgu mu linkat me cilën kongë po do me hyj qifti. Edhe me marrë një asi kongë, kategorikisht unë nuk e lëshoj. Nuk e lëshon asë është një kongë që nuk përshtatet jo, nuk pres krejt me i ditën këto punë të dasmës, na jemi për këtë punë, jemi profesionalist, mirë po nuk ka ardhë asë njëherë, se besoj që edhe vetë qifti ndëgjon tekstin edhe shef që nuk është për hyrje, nuk është për martes, nuk është për dy njerëz që janë të u bashku, janë të ekorozu dashurinë e tyre. Nuk më ka ndodhë asë njëherë, po dhe nëse më ndodhë, ajo pa tjetër që ka pas ndoshta këngë cilat nuk e desht me i këndu, ose të papërshtatshme si pas mendimit juaj edhe ke refuzu. Dëgjo, kur thu ke refuzu, nuk është ajo që i thëm jo. Mirë po, tash qiftet shumë mirë që po flasim, po dalim, edhe e bojnë si pyetje lindita, po dojmë e bani një pjesi loj mes qiftit, me dje, me vajza, janë disa kangë që nashta ka hnusja ma shumë, kritikohet e kështu. Unë i thamë, okej, ju prap se prap kjo është me dëshirën e juj, a kupton? Mirë po, mendoj që nuk del edhe mirë, adin? Mirë po, dikush edhe ndëgjan, dikush edhe thot, po kemi qef, është loje jona, kemi bab vite plan, okej, jemi në regull, kjo. Si pas ju kështu gjithmonë, cila është kënga me dashur në preferencën të ndëse me mira, me përshtatmja për dasmat? Për dasmat, për mua apo për dasmort? Për juve. Për mua. Për mua janë gjitha këngë që e ka një tekst mirë, e ka një melodi edhe pëlqen publiku pa tjetër. Një këngë me domethënie, sidomos në dasma që e përmenëm edhe ma herët mos t'i përsëritëm gjanat e njëta që e ka një tekst që i shkon pa tjetër dasmës. Cilat janë ato? Nëse nuk mundesh me cek një të pak të kështu, që ndjehet më shumë. Unë po du me thonë që jo krejt këngë që e këndojnë në ndarsën flitën për qifte. Flitet për qiftin, flitet për martesa, se për shembull, ka këngë për shembull Valja Rugovës, nuk ka të bëjnë ndoshta heq me qiftin, mirë po shkon nga me kërkume gjitha trevat, jo vetëm Kosovë, po shkon në Shqipëri kërkohet, shkon në Maqedoni kërkohet, vjen Kosovë kërkohet. A e kupton? Ndërsa për qiftet e reja, pa tjetër që janë këngë martesa jonë, që është kënga më e mirë për që do të mja këndu një qifti. E të tjera që ka shumë që gjdo vit përtrihen ato, nuk do të që mbesën vesh të disa këngë, sepse gjdo vit ka këngë të reja që janë hite, edhe pa tjetër ti dush me i marrë dhe me shtinë reportar. Nuk mi me thonë kjo është, sepse ndoshta para 2 viteve ka qenë një tjetër, aty që ka qenë kulmi. Kjo është që për mua si këngëtare, kam qef pak të reportari mi për tri, gjithëherë të pas kujdes pa tjetër. Edhe me që më shumë do më thënë se. Atëherë, me që nuk cekëm kështu ndryshime, nështë ta konkretisht çfarë ndryshime mund të jenë në dasma, sidomos këtë sezon. Me gjithat, apo që ndrojmë ende të dasma tradicionale shqiptare, apo i bëjmë ende dasma tona tradicionale, apo e shekët ndryshimin se dasmat janë modernizu, janë bërë shumë luksoze. Të egzageruara ndoshta dhe tu e tepru? Unë jo, asë njëherë nuk thëmë që është egzagerume, çdo dasmore bo dasme në ashtu që shdon, edhe i thëmë sa ishtrin kanda sa i mbri një organi. Absolut, ndoshta edhe një dasëm që nuk ka shumë shpenzime tjera, për mu është krejt, për mu është një dasëm e mirë. Po dhe të tjetra që ndoshta i ka shpenzimet më të mëdhaja. Të tradicionalja, të thëmë të drejtën, ne vetë si popull jemi pak tradicional. Mirë po mu i me thonë shlirë që sa do moderne që po duket një dasëm, mu i me thonë në gjdo dasëm, si vjetë nuk ka pas një rast,
ose një hyrje që nuk e kam ba me veshje kombëtare. Këta kom thënë edhe herave të tjera, gjatë që po jap dasmës një shije shumë të mirë. Me valltar, nuk si adhandri po veshën veshje kombëtare, edhe po shkoni një pjesë ka gja e mirë me atë pjesën gjatë që unë prapë po thëmë që nuk kemi dalë shumë për tradicionale. Edhe që është një shenjë gogja e mirë kështu. Shumë e mirë, pse jo? Është veshja jonë, kemi këngë shumë bukra që e përcjellin edhe atë pjesë, edhe po të thëmë drejtën, po ju pëlqen shumë edhe dasmorve, se unë thash kështu ne si popull jemi pak e dojmë. Jemi ma patriota, i dojmë këngët patriotike, i dojmë tradicionalin. Mirë, po pse mos me preka pak edhe të modernja, për shkak se me diçka dhe duhet me ecë pak me kohën. Pa tjetër. Atëherë, jam dakord plotësisht me pjesën që se cila dasëm, sidomos si vjetë kemi pas kështu kategoritë ndryshme, nga dasmat më thjeshta tek ato më glamuroze, dhe që se cila ka atë hieshin e vetë dhe shiot në mënyra më të mira të mundshme, asnjëherë nuk i gjykojmë që janë negative, por a mendon se ja vlen një dasëm shumë ekstreme, shumë me shpenzime shumë të mëdha dhe ndoshta të panevojshme? Po se di. Nëse dasmori, thash edhe njerë, janë kushtet, pse s'ja vlen gjithmonë. Mirë po, nuk do të thotë që dhe pa tjetër do të me qenë një dasëm me shpenzime shumë mëdha, sepse unë nesër me ba një dasëm, unë për aqë sa vetë e një knajtësin, aqë shpenzoj edhe aqë e bëj. Kjo nuk do të thotë që kjo dasëm pas ka qenë e mirë se si ka pas në 70 këngëtar. Jo, për mu hiq nuk është dasëm, maja kur ka dhe shumë këngëtar, sepse mendoj që ma shumë bëhet si spektakl, si dasëm. Edhe ka ndodhë që një dasëm e ku majtë veçon e pas një këngëtar tjetër dhe ka qenë super dasëm, si ka mungu asgja. Mirë po, edhe këto tjera që marrin, e bajnë. Po, edhe këto janë okej. Shpenzimet tjera janë okej. Dasmori pytet për këtë gjë, sa a i bën që është dëmë vetë fundit. Është vetëm shije kështu e së celit. Po ndalimi pak tek ju personalisht, si jeni ndjerë ju kur keni qenë nusa, ndjerë nuset sot atë shumë si më herët? Unë për vete kam qenë tamën si qëtash. Në cilat aspekte si qëtash? Gjitha aspektet, nuk e di. Për me, kër e mendoj dasmën time ka pas aqë edhe musafirt kanë qenë, hiq nuk ka dalim prej kohës tash që i bëj dasmat. Se kam dash vetë me nejtë ma shlirë, ashtu ka qenë edhe bashorti, familja, krite kanë bo atri. Kështu që hiq nuk është diçka që tonat që to gjana që sot po bojnë kanë qenë në dasmën time. Nashta mu më ka ra ma shumë e pa dasma edhe ka më marë prisit cilis nga pak për me ba dasmën time. Të pas kështu për para syve kështu në studio, nuk po dyshoj që ke qenë nuse shumë e bukur edhe ke shkëlqy, mos të thëmë nashta ma e bukur në atë kohë. Sa mendojnë njerëz zakonisht, po nisim nga rase që i njime dhe familjarë që gjithmonë i bim pishmon pasi të bojnë dasëm, nga i stresi i madh, nga të angazhimet. Ju vetë personalisht, jeni pishmon sa të pak apo heq? Ju, heq Aurora, fare, se veç fotot kur i marrë dhe i shaf, do me thonë nuk kanë qmem. Hiq i s'ka qmem që i pagun ato foto e atë kujtim që ma kanë lane tash me i pa, me USB e shofim edhe për mes videove e krejt. Definitivist kisha bo shumë gabim nëse se kisha bo dasmën. Po që ka shojmë nësot është që ka shumë dasma, asnjëherë nuk largohet këtë rindi që mos me pas në një verë dasma shumë, por kemi edhe shumë qifte të reja që nuk duan të bëjnë dasma. Edhe atër ka qenë kështu. Edhe atër ka qenë kështu. Atër ka qenë ndoshta nga mungesa e kushteve, sot është nga vetëdëshira. Okej, ndoshta edhe ajo. Shoqet që u martu një vit me mua, e s'ka dash vetë pi vetëdëshirës. Edhe atër do më kanë qenë njëta gjana. Mirë po unë, nëse si lindit, nuk ka qmim sot që e pagun atë kujtem. Okej. U a rekomandojnë të rejnëve kështu një këshill për dasma që kanë me i bo nuseve, ma sakt? Aurora, nëse thëmë po, mendoj njerëzit që unë po du punë. Okej, unë e kam, ashtu kështu të punë, po nuk e di, mendoj që njerëzit thojnë shpesh herë thojnë, po marrin po shkojnë ndeti edhe po kryet. Unë ndeti brenda vitit, ndoshta edhe 4 herë, 5 herë shkoj, edhe tash e mirë po që atë momentin e dasmës nuk më je kthej mo, as edhe një herë. Okej. Që kjo, mendoj që ja vlen kur dy persona duhen, pse mos me u konurzu dashuria atyne edhe me njerëzit të tjerë. Cila është një këshill që u a jep nuseve? Por ato që kanë vendos me bë dasëm, ndoshta viteve në vazhdim, ndoshta vjen në ardhshme. Që kanë vendos me bë dasmen. Okej, të zgjedhen me kujdes vendin ku dojnë me bë, zgjedhen me kujdes këngëtarin, kush do të shoh që ata kanë preferencë, sepse muzika është shije.
me zgjedh Linditën nuk do të thotë që është këngëtarja më e mirë. Po edhe mos me zgjedh Linditën nuk do të thotë që nuk është këngëtare e mirë. Thjesht është çështje shijeve. Edhe me shiju bre momentin, me shiju dasmën, sa ma shumë, sepse ajo ju ndodh një herë një jetë, me shiju sa ma shumë, mund është, jo edhe me shpenzu ku me ditë se sa, se definitivisht nuk e bojnë parët e shumëta, nuk e bojnë dasmën e mirë. Po, patjetër, ajo hareja dhe energjia. Ajo energjia, le ta shijojnë sa ma shumë. Jenë qiftja ata mas pari që neve në apin një energjit mirë dhe kri dasmurve dhe për me del një dasëm e mirë. Ju vetë të cekët që në fillim të bisedes, se jeni kështu aktive, pavarësisht që sezona është në një fluks më të madh, jeni aktive dhe gjatë vitit me dasma hingjë ndryshme, me mbrëmje të ndryshme, si është kjo energjia që sjellin në sezon mërgjimtarët? Edhe si është dallimi një dasme me mërgjimtar dhe një dasme pa mërgjimtar? Okej, dëgja Aurora, unë nuk kam qeh me baki dallimin mas pari heq. Mërgjimtarët edhe na që jemi këto, na jemi një, thjesht jo njerëz që jetojnë jashtë kufejve dhe njerëzit vinë në shtëpia të veta. Dasmat shumicat i kemi prej mërgjimtarëve, ndoshta çift i ri jo jetojnë jashtë, por print janë këto. Kështu që janë për mua janë një, janë të përzime dhe mendoj që po flasim për faktin se gjatë vitit prezenca e mysafirëve mërgjimtar është më e ulët në dasma dhe mandej verës është kështu kemi shumë mysafirë që janë mërgjimtar në këtë aspekt dallimi jo kështu. Po di Aurora, nuk është që po nuk e ke ndaj mendim. Nuk kam ndaj mendim ose nuk është që e kam vrejtat se zakonisht e vrejnë, na e kanë cek kështu disa herë që po mirë, ata që e vrejnë le ta thonë, unë nuk e kom vrejt edhe i të zdu me bak këtë dallimin. Adin, a janë apo s'janë, për mu çdo dasëm ka qenë okej edhe nështë edhe në të gjana dasmat shumice nëse si kemi në sezon të verës, si kemi edhe ka fundi i dhjetorit që është një mini sezon edhe prap i kemi mërgjimtarët këto. Kupton. Ose dhe ka ndodhë nështë edhe jashtë sezone kam pas në i dashë mirë, po për një ditë dy kanë arë mërgjimtarë, tash nuk po e lanë veç verën, po i ki mërgjimtarët nështë çdo muaj që vinë është batë, është kjo i kanë ba gjanat edhe janë këto, kështu që hitë s'po muj me vrejta kanë qenë, as kanë qenë thjesht. Për imani nuk jam fort që e bëj këtë dallimi. Kushtu që e bëj, le ta thotë, s'është problem. E kuptueshme. Atëherë jemi kështu drejt fundit emisionit edhe të rejat nga Lindita. Çka na pret, tash fillon shtatori vjeshta. Vjeshta, bashkë me vjeshta na vinë edhe projektet. Projektet e reja që tash na thojnë për projektet e fund vitit, mirë po bëhen shumë ajerët se fund viti. Kam këngë të reja, së bashku me produksionin Flora Production, që e falenderoj shumë, që tash jam në kontrat me ta një vit, edhe po mendoj me sjell këngë të reja, risi për publikun, që shpresoj që do t'ju pëlqejnë. Po shpresoj që edhe kemi mu taku kështë me risit e reja prap, kemi qka me bisedu ende, faleminderit shumë Lindita dhe njëherë për bisedën, ke kogja rjallshme, kogja e mirë dhe pat mesazhe cilat po besoj që sa do pak të gjithë ata që na shikojnë, kanë mund të me gjithë nështë vetën, tek qiftet e reja. Uroj që dikuj sa do pak i kam ndihmu edhe i kam vy këtu këshillat. Faleminderit Aurora dhe për juve. Faleminderit shumë për energjinë pozitive.